ajo, Alban Lumi, Krishtin Kariti, faleminderit që na bashkoni. Mirë se erdhët. Teori me fitore. Unë po ta më shku për mura vesh me edhe që shkon Alboni edhe në Lodz. Në Shkodra. Leci dhe Faruku janë zonë me ligën e parë, kanë problem. Albani, si vjen i zhëmshëm. Voj që ka fitu Kosova, nuk e di e tregun. Kjo nuk e di se Nuk e di e tregun se ka se kanë po. Nuk e di ajo tregoj ndresa që ka fitu Kosova, por i lyshë Shqipëria do të lunë nesër, na do t'i gëzohemi fitore sot Shqipërisë. Kjo është të bërë dhurën, po se di që s'ka mikrofona nuk njët. Alban, po dëgjoj. Veç ka zaj Leci, sonë edhe pa mikrofon dëgjona më shumë se ajo. Se veta jena ndonjë. O tutë me jetë. Jo për të shoh me dita po, mos nasko. Se mos nasko. Paramendoni me folën e më një veç Faruku. Leci do të kemi mikrofon s'bënish. Unë edhe pa mikrofonina. Apo dëgjohet Albani regjia? Jo, as dëgju kur gjë. Okej, hajde Leci, fitoria sot. Nga njerë mirë tha Faruku. Fitoria i mbyll shumë gjana, por unë me që kjo ndeshje nga una jonë duhet mu analizu ka gja shumë sepse pom shumë defekte, sidomos në reportin e mbrojtjes, sidomos në pjesën e dytë. Normal që me merit kundërshtarit, por që duhet me i sanu ato defekte, pom disa probleme, po ashtu edhe në fazën e sulmit që me fasona me do zgjedhje se si bën trajneri se kuj fut do lejtar, këtë rast Rashicën që nuk është një pozicion i tina, edhe vujmë për një dheq skuadrë, kështu që janë disa mangësi që duhet më përmirësu për ndryshe, edhe unë i uroj kombëtarës tonë fitoren, sepse Islanda pavarësisht që nuk është një... Kur e përmena emrin Island, nuk në gjanë diçka me futbolin të fort, por që ka individ, edhe ka një futbol këgja të fort, që të mos me topat e gjatë në ajer, por sot lujti një lojt tjetër, kështu që është kombëtare për të vlerësu Islanda dhe me shumë mund, me shumë probleme arritëm që të fitojmë këtë ndeshje, por që duhet analizu sepse kam prit një Kosovë pak me shkelqy pak, e kuptoj që mungesa e Zhegrove se ka humbat atë shkelqimin e kombëtarës, por që duhet mu analizu dhe duhet me ngjallë diçka tjetër sepse nuk u kënaqa shumë me lojën me të drejtë. Nuk u kënaqa me lojën? Jo, nuk u kënaqa shumë me lojën sepse po shumë gabime. Ishën se pas të Leci? Po i thash, disa i thash, sidomos te goli i parë, pranimi i golit parë është lejtar me provoj. Gjëmë ishte mbrojtja? Totalisht inexistent, nuk guxojmë na ka pas njëherë në ato situata. Por po është edhe disa raste tjera që unë për vete nuk më pëlqen, kështu që disa futbollistë duhet më Tenzjana. Keka ta uroj fitoren Albani se që në ke vesh Kuqezi? Fitoren e Kosovës? Me Albanin gati një 2 orë. Kemi qëndru në stadium, ka qenë pak ftoft. Atë bori zhurma jo? Jo, ka qenë jashtëzakonisht ka jep energji pozitive, kështu që ndoshta një pjesë, një merit e fitores e Kosovës i takon Albanit, këtë aty gazetarë na kanë bajtë disponim shumë të mirë.